shtëpia ati e gjitha, është skema e Vinis. Ju kujtohet ju. I qoj punojësit të gjithë e rrethuan skapin. Ju kujtohet fjalimi. Empatia që të regoja i për djalin e Erionit, që s'kish kushtachon të këtu dhe aty. Pra, Rama sigurisht që po përpiqet të mos zë brenda mos e zërë brenda mali që po shemet. Po Rama është kryesori, të jemi të sinqertë. Lubia ka shumë. Lubia është hajdutja më të mërshme, më pa përmajtur e 113 viteve shtetë shqiptar. Pas Edi Rams. Zoti Berisha, ditën e djeshme në Kuvendin e Shqipërisë u ngritën 2 komisionet e posaçme për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Nga artikulimi publik që është bërë nga mazhoranca, ka deri tani 2 kërkesa, mund të themi, apo 2 mendime sa i takon këtyre reformave. Uljen e numrit bashkive dhe uljen e numrit të deputetëve, nga ishte 40 në 101. A jeni ju i gatshëm që të ulenin në tryez me Edi Ramën për ndryshimin e kushtetutës? Tani, ka dhe një mendim tjetër, që është i ka hershëm, në qoftë se hyrë dhe në anale. Edhe, po, është 25-30 vite më parë, që vendit bëhet me 2 dhoma. Këtë dhomën e lartë Senatin dhe dhomën e Parlamentit. Unë jam dakord me këte. Jam dakord me këte variant. Sepse sa do pak, po në qoftë se ndërton Senatin, jo si institucion blokues, se me blokim shteti nuk bëhet, nuk ndërtohet, por si institucion frenues, të themi një farë mënyre, atër i bërë një të mirë vendit, ku një mazhorancë, pra, Senati është i dobishëm. Shumë vende e kanë, ka të tjera që nuk e kanë. Shqipëria në rast se ngrej një senat, vendos të ketë senat, atër pa diskutim që do të paksoj numrin e deputetëve. Kjo për këtë. Për bashkit jo, nuk jemi për zvogëlimin e numrit. Më shumë, më pak? Jo, mund të them tjenë më shumë, por, ne kemi vu një kusht që është pranuar. Kushti ynë është që në Komisionin për Reformën Zgjedhore të jetë Odiri, i pranishëm e ta ndihmoj, në Komisionin për Reformën Territoriale të jenë ekspertet e autoritetit, e Kongresit të autoritetet rajonale dhe lokale të Europës, pranë Këshillit të Europës. Kanë ekspertizën më të shkëlqyer, më të mirë në ndërtimin e pushtetit vendor. Pra të kthehemi te pyetja e parë, jeni gati të uleni në një tryez me Edi Ramën për të prekur dhe kushtetutën? Tani nuk ka asgjë për prekje kushtetuta aty. Reformat janë, por në qoftë se është problemi për të përcaktuar Senatin e Republikës në kushtetut, po.